Shumë rrugë të fshatrave të bashkive Mat, Klos, Bulqiz e Dibër janë dëmtuar si pasojë e rreshjeve të shumta të shiut gjatë kësaj të marte. Prefekti i qarkut Dibër Nexhbedin Shehu, i kontaktuar nga ana jonë, tha se bashkitë ka raportuar problematika të ndryshme sa i përket rrugëve rurale, që sipas tij nuk pengojnë lëvizjen e lirë të banorëve drejt zonave urbane. Në fshatin Fullqet të bashkisë së Klosit, një banesë rrezikon shembjen për shkak të çarjes së tokës. Situata po monitorohet në terren nga specialistët e bashkisë, ndërsa u pa nga afër edhe nga vetë kryebashkiakja Valbona Kola. Po ashtu shtabet e mbrojtjes civile në të gjitha bashkitë e qarkut Dibër janë në gatishmëri të plotë për situatat e mundshme në orët në vijim, pasi sinoptikanët kanë parashikuar vijimin e rreshjeve intensive. Kompania e cila ka privatizuar hidrocentralët Ulës e Shkopet ka nisur me shkarkimet. Aktualisht vetëm në hidrocentralin e Shkopetit po shkarkohet ujë për shkak të rritjes së nivelit mbi kapacitetin e lejuar. Sa i përket hidrocentralit Ulës, deri në mesditën e së martës nuk kishin hapur portat për shkarkimin e ujit, për arsye se niveli kishte rënë ndjeshëm më parë, si rezultat i shfrytëzimit në maksimum pas rreshjeve të fundvitit të kaluar.